Dhe tani do të flasim pikrisht për atë që tham. Do të flasim për dasmat. Çfarë kërkesash bëjmë kur mendojmë të organizojmë një dasmë? A ankohemi për çmimet të cilat disa i cilësojnë si shumë të shtrejta për fustan, për grem, për organizimin e eventit në tërësi? Sa jemi të gatshëm të sakrifikojmë që dasma jonë, ky moment ose fejesa ose një ngjarje që të lidhet me gëzimet familjare, sa jemi të gatshëm të investojmë edhe të lëmë anash ndoshta edhe obligime tjera. Krejt këto sot do të diskutojmë me 3 mike të mia, të cilat jam shumë e lumtur që i kemi në Bombon. Shema Sahiti, dizajnere. Shema, faleminderit shumë që je sot këtu. Faleminderit për ju, është kënaqësi të jem këtu. Shumë e lumtur që sot me ne kemi edhe Selvi Hotin, make-up artiste. Selvi, faleminderit shumë që je këtu. Faleminderit juve. Dhe natyrisht edhe Majlinda Cakolli, organizatore e eventeve. Majlinda, faleminderit. Faleminderit juve. Por, para se të flasim për krejt atë që tham, është Blerta ajo e cila do të na flas për ato që po cilësohen si më të nxehta se edhe vera, si më të nxehta edhe se këto temperatura të pranverës. Çmimet që ndërlidhen me make-upin, me grimin në sezonën e dasmave. Dhe natyrisht më pas do të kthehemi që bashkë me mysafirët e mia të diskutojmë. Në një kohë kur përkujdesja për pamje është bërë një pjesë e pandashme jetës së përditshme, çmimet e grimit kanë kaluar një nivel që shumë mund ta konsiderojnë të papërballueshëm. Përderisa jemi në prag të verës, sezon gjatë së cilës në vendin tonë shpesh gjërat pësojnë rritje, a janë edhe grimet pjesë e kësaj liste? Duket se po. Shifra për një rregullim nga grimerët e parukierët fillojnë nga 40 euro e arrin deri në 800 euro. Këto çmime nuk dallojnë vetëm nga studioja ku klientët zgjedhin të rregullohen, por veçanërisht nga eventi për të cilin përgatiten. E kur jemi tek eventet, ka studio që në rast se klientët nuk tregojnë eventin e sakt për çka po grimohen, por to merren edhe masa, madje edhe do ndjekur penalisht. Të paktën, kështu thuhet në disa nga postimet e studiove të bukurisë në vend. Në anën tjetër rreth kësaj çështjeje, me ne ndau mendimin make-up artistja Idajete Isufi. Sipas saj, çmimet dallojnë nga eventet dhe është e arsyeshme. Po, dallon për shkak të kur shkojnë evente për martesa, fejesa, edhe dallon kur shkojnë klientët në evente të tjerëve. Dallon për shkak që është e veçantë, është nusja, normal që është dita e saj më e veçantë dhe do të më përkushtu maksimalisht çdo detaj që më bën nusën mundi sa më mirë ditën e saj kryesore të jetës. Normal që do të më përkushtu edhe klientëve tjera, po nusja është më e veçantë për shkak ditës saj. Po, edhe dallon edhe të produktet, janë më të veçanta për nuse, po normal që produktet janë mira edhe për gjitha klientët. Mirë po, sipas saj, çmimi duhet të jetë i njëjtë në të gjitha sezonat. Jo, zakonisht nuk ndryshon. Për shkak të sezonit, çmimet do të qenë të njëjta si në sezon verës, si në sezon dimrit, ato janë njëjtë. Ndërsa për sa i përket çmimeve, Hidajetja tha se janë të arsyeshme dhe të përballueshme për standardet e Kosovës. Po tash kin varet pi studiove, se dallon çmimet që kanë studiot. Të studio jonë besoj që janë të arsyeshme edhe janë të përballueshme për standardin tonë që kena në Kosovë. Çmimet janë të ndryshme. Disa mund të na duken enorme, disa janë të pranueshme. Në fund të fundit e gjitha varet nga ne, nëse duam të grimohemi me 800 apo me 40 euro. 800 euro me grimin 400 ka parja, se kjo varet prej asaj se ku ne dëshirojmë me u grimu, çfarë ne kërkojmë. Por, se investojmë ka shumë në dasmat, sa jemi të gatshëm me sakrifiku, çka i ka bë këto dasma tona kaq të kushtueshme, po do ta diskutojmë sot. Fillimisht po du me fillu me Shemën. Shem, jemi në një kohë që krejt po ankohemi për krizën financiare, për çmimet jashtëzakonisht të larta, për problemet ekonomike, për varfrinë e krejt. Ama dasmat i kemë të jashtëzakonshme. Tamam mbretërore mua më duken që është e vërteta. Si do ta komentojmë, hajde të themi këtë lloj paradoksi të asaj çfarë ndodh në realitet, dhe kur vjet të dasma shohim diçka jashtëzakonisht bukur. Unë mund të me fol vetëm për, do me tha, profesionin tim. Jo, po flasim në këtë rast në tërsi. Siç kanë ndrur këto vitet e fundit, do me thonë dasmat, organizimet e darsa, të cilat banë në Kosovë, do me thonë t'ju referu gjithmonë punës të cilën e bajon. Do me thonë fustanat e nuseve, vellot edhe fustanat tjerë për cilë qenë.
Fatbarësisht, në tregun tonë ka shumë dizajnera me emër, po edhe të rritë, cilët po vinë çdo ditë në treg. Ki mundësi me zgjedh prej më të lirit deri më të shtrejtën. Varet çfarë don. Na dizajnerat më të vjetër cilët jemi në treg, gjithë secili nga ne pretendon që brandin e vet ta afirmos tamam me një markë tregu, domethënë brand. Edhe në momentin që mbas pandemisë është kriju kjo disbalansi i tregut në Kosovë, jo vetëm në aspektin e fustanave ose dizajnerave, po në përgjithësi në tregun cilin operon në Kosovë. Ne si dizajner për neve është hapur një derë shumë e madhe, domethënë është tregu i online-it, i cili falë Zotit edhe mundësive cilat na kanë ardhur mbas pandemisë janë shumë të famshme. Jo vetëm për neve si dizajner, por edhe njerëz të cilët punojnë me neve, krahu i punës, cilët ne gjithë secili prej dizajnera kemi disa njerëz që i punësojmë, si në punëtoritë tona, si nëpër shtëpia, është një mrekulli që ka ndodhur për punën tonë. Sa i përket darsmave në vendin tonë, ka zgjidhje edhe për ata që kanë, edhe për ata që s'kanë, që domethënë që janë jo që s'kanë, po kanë një ekonomi më tollë. Çka mu i me thonë këto? Do me thonë, është tregu i fustanave me qera, cilat është tregu si opcion, do me thonë, tjetër. Tregu është i mbushur me këtë që ofron, me këtë mënyrë të ofrimit të veshje. Fatbarësisht, ata që s'kanë mundësi me pagu vella për një natë 3-4.000 euro ose 2.500 euro, kanë mundësi me marrë një vella edhe 300, edhe 500, edhe 800, edhe 1.000 me qera. A javlen, mu vesh 4-5 orë e mu dha 1.000 euro, edhe me këthy, ata e din cilët e marrën këtë vendim. Ose a javlen me ble të paren, me vesh vetë, edhe me shit si e veshun, e din edhe prapë edhe këtë e din ata vetë. Na jemi në treg, një dha mundësit e ndryshme. Po flasë gjithmonë, t'ju referu biznesit tonë, është një diçka shumë e mirë që ka arë mas pandemisë, për cilën kam qenë shumë skeptike mas pandemisë, ka qenë një treg i vdekur, muj me tha lirisht, mrena 6 mujve, kur kam shtu atëherë para në depresion, se se kam endu kërë që kam ardha e ditë, edhe fatbarësisht mrena 6 mujve është hap tregu online, cilin jam falenderu Zotët që ma ka dha mundësin që onë t'jam pjesë e këti tregu. Po, si do që tjetë, ka, do më thonë njerëzit që jeton Kosovë dhe dojnë me bërë një darsim, kanë mundësit shumë ta. Duke fillu prej matë lirës dhe i matë shtrejtë. E qartë, do më thonë saj përket fustaneve. Fustaneve. Selvije, duke njohur punën tënde, tash e sa vjetë, me kapin që punën e jashtëzakonshme që bën, që të dallon në fakt edhe prej tjerëve. Nëse do të bënim një, hajde themi, krahasim prej asaj si janë grimu dikur nuset dhe si grimohen sot, edhe të ndërlidhemi pak me këto çmimet marramense që përmendëm në kronik, sa ka ndryshu kjo dëshira që me u dok bukure dhe madje me qenë gatshëm me pagu çmime dhe shumë marramense. Si e sheti këtë, si ka ndryshu nga viti në vete dhe cilat janë kërkesa që shtohen kur nusja me dojnë skenda, shpuj themi në për atë altarin e saj të martesë. Në dojnë që është një gjë shumë e mirë, se normal që ka ndryshu gjitha gjonat nga koha e shkume deri tani. Normal që tani kërkesat janë më të mëdha nga nuset edhe nga secili klient që vjen që bën make-upin. Unë jam shumë e kënaqur pse ka ardhur kjo kohë, se normal po shihet dallimi edhe po shihen kur vlerësohet çdo gjë edhe puna edhe çdo gjë. Sa përket çmimeve, unë e shoh të arsyeshme se cilin çmim përderisa ka interesim nga klientela, përderisa kem nuse që nuk e ka problem as çmimin 800 euro, as 2.000 euro nëse e merr grimerin ose grimerin me vetin e dasëm. Unë i shoh të arsyeshme. Unë këto çmime nuk i kam në studion time, i kam çmime të mjaft arsyeshme, por nuk i shoh ku me ditë naj gjo e madhe, për deri sa ka interesim për ata persona cilët e bojnë atë grem, pse ndoshta dikush e pagun emrin, ndoshta dikush e pagun produktin, punën, nuk e di, por është zgjedhja e tyre. A më shumë puna apo emri? Për asaj që të shajt të gjithë? Se di, po mendoj që janë se balancume, afar njëna tjetrës, janë edhe emri edhe puna. A është gjithmonë i merituar çmimi nëse shohim produktin final, për shembull, një përfundim të një make-upi, pa desh me ndërlidh me asnjë emër? Po mendoj që po. Përgjithësi po. Mendimi im është ky përgjithësi po. A ka qatë shumë produkte të shtrajta që një grim me shkudin 2.000 euro?
Tash, 2.000 euro e përmendëm atë që make-up artisti do të shoqëroj vajzën ose... Pa. Une, po të flasë për vetin, prapë theksoj si kam këto çmime, por une ceka që këto çmime janë për make-up artista tjerë që dëgjoj që shkojnë në për dasma të ndryshme, produktet sot janë mjaft shtrejt, tash më varet për zgjedhjes, unë po flasë për produktet cilat i kam une, janë mjaft kushtueshme, por fatmirësisht është zgjedhja edhe është luks. Ai që don ka shumë zgjedhje, si të ceko edhe shema që ka zgjedhje mjaftueshme në Kosovë. Tu fillu prej 15 euro, ato grimerët ose frizerat që janë në për lagje, deri të ato 800 euro, 1.000 euro, është zgjedhja jote se kanë vendosë me marë. Për ndryshe, unë i shofë të arsyeshme edhe çmimet edhe. Okej, interesant. Silvi, po besoj që pjesë shumë e rëndësishme e krejt kësaj pune, për me u dok bukur si fustani, si grimi, është eventi, është ambienti, është dekori dhe krejt këto. Majlin, a ka një, nëse mundemi me thani, një lloj presioni social mbi çiftet për me bo një dasëm madhështore, edhe nëse kushtet ekonomike, financiare nuk ja lejojnë. Në kuptimin që Silvia e ka bo të na dasëm, shema e boni të na dasëm se mos me bo edhe unë. Po jo të gjithë kemi të njëjtin status financiar, jo të gjithë jemi me të njëjtat mjete financiare. A ka një lloj presioni do themi pra social mbi çiftet e reja që patjetër me boni dasëm madhështore? E qartë. Fillimisht do shta me ndërlidh të titullet që të këtë vera nxehtë apo çmimet më të nxehta që shke. Po, më nxehtë vera apo çmimet? Isha lidh të ajo që mos është më nxehtë rezultatet që e marrin për një dasme edhe për një grimi ose për një fustani dasmort ose çifte. Pse mendon kështu? Po, zakonisht prej përvojës çiftet vazhdimisht dalin shumë të kënaqur prej organizimit. Fillimisht prej detajeve parat që i bajmë deri në përfundim të dasmës. Okej, dhe sa i përket kësaj që kur duke parë të tjerët mundohemi që edhe ne patjetër të bëjmë një dasëm pash madhështore sa miqtë tanë, sa familjarët tanë, e keni vrejtur këtë? Presioni social jo vetëm dasma, po dhe njëtën e përditshme pushiet që lunë rol. Sa i përket asaj, qëllimi është që me pas një dasëm sa më të suksesshme, sa më të mirë, sa më madhështore. Nuk isha ndërlidh të kjo për presion social. Jo sepse nëse ne bashkëbisedojmë me mesh, me familjarë tanë, edhe nëse nuk është presion, që ndoshta nuk ka fjalë duhet presion, është një dëshirë që patjetër edhe ne me pas diçka, çaq bukur edhe çaq madhështore. Po prapë tham, jo secili prej nesh kemi mundësitë e njëjta. Prej traditave tona, dasmat çdo herë janë investu maksimum dasma, edhe çdo herë, do të thotë edhe rinia e sodit tash po e vazhdojnë do të thotë këtë tradit me investu që me marrë më të mirën prej një dasme. Okej. Shem, tu nis prej kësaj që e tha Majlinda dhe prej pyetjes që bëra, a mundemi me thonë që dasmat në fakt, sepse po shohim kaq shumë video që njëri bën çfarë ka bë tjetri, janë shndruar në një lloj gare shoqërore që është më shumë se sa një fest dashurie, një fest kurorëzimit, një momenti të rëndësishëm në jetën e çiftit. A guxojmë me mendu edhe këtë? Kjo është bëha si trend. Do me thonë në trendin të ri zakonisht të ndjekin, ata cilët i preferojnë trendet, do me thonë bani dikush, hajde pe bëj edhe unë. Okej. Edhe na jem pak si popull oriental, logaritmi jo e shumë evropian, jemi ma shumë ka orientali, edhe oriental, logarit kretë popujt oriental, shumica janë musliman, do me thonë edhe investojmë darsma, investojmë të bukrën, edhe kështu që menoj që edhe ajo ndikon, tashtë në këtë kohën e liberalizimit, janë hapë dyrt edhe une edhe vizitoj shtetit, po edhe kam klientë shumë për jashtë, edhe i vrej që klientë shumicat cilët vinë në ateljen tonë, ose i kemi klientë regull, janë që i përkasin, do me thonë, besimit shumica musliman, po edhe pse janë katolik, janë në vendeve ma orientale, do me thonë ma... Që e ndjekin më shumë atë? Evropianët së është që s'kemi edhe klient evropian, do me thonë vellot cilat i porositin janë shumë thjeshta, janë shumë klasike. Une nuk muj me ditë sa ajo investon në eventin e vetë, ose po muj me ditë çmimin cilin e ofron për një vello, për shembull. Nuk heziton edhe në mi dha dhe 2.500 euro dhe 3.000, por nuk don ajo me dhona 70.000 euro për një vello, se eventin cilin e bën shumë thjesht.
Po njerë cilët i ka nështë ta shumë klas, i ka, po është, në me thonë, tradita, lifestyle cilin e bajnë Evropianët është ndryshe prej neve që jemi ma oriental. A që javë dikton më pasë në veqe. Dhe kisha një ditë në atelin tim me disa mishteri shqiptarë cilët jetojshin jashtë dhe kisha disa klientë tjerë nga Franca, po ato s'ishin franceze, ishin, do me thonë, Tunizis kujtoj, edhe po më thotë shqiptarja s'është e mundur që kjo e vesh këtë fustanë, po thash ti do shme pytë më pari se kjo s'është franceze, është sigur ti që ka shku në Suedi, kjo ka shku prej një shteti, se francezja se besoj që vjen edhe në Prishtinë me blese, ata janë nana e modës, do me thonë baba. Por kur nuk i dje? Po nuk i dje, po janë shumë të ra. Edhe kështu që, do me thonë që na, popuj që e ma besimtar, që e ma shumë tradicional, ma indjekëm edhe këto, e bojmë si trend, nështë ta e bojmë vetë. A jemi ka pak edhe inatin, nuk është që se kena, ata jemi realist. Në kuptimin pozitiv që nëse dikush e ka bo mirë, pëse mus me bo edhe unë? Vetëmin inatin jetë që e kom pas, ka qenë inati për punën, po e kom pas inati progresiv, s'kom pas inati ndaj kolegve pëse a i po banë, e unë jo, kom pas inati kur mon a i pëse unë s'moj. Ose kur kanë mujtë ata jashtë me bo diçka të mirë, pëse s'mujme edhe na. Ta është që kanë arë mundësit shumë edhe ma të mira. Po në shoqëri si eshe? Në shoqëri e shumë. Do me thonë, më brejnë shumë për të tri, të treja, se i nati i kesh nuk të lenë me icë për para. Gjithmonë kam e të këthy disë favara ja. Unë gjithmonë kam qenë njeri me pasion për punën edhe me vizion edhe me qëllimet tjarta. Edhe jëmë knaq, kur i kom pa kolegët e mi që kanë më rridi shka, dhe kom thonë, okej, kjo ka bo, pëse qka ka më në pëse zbaj, do me thonë. Kanë motivu? Po. E qarë. Edhe kështu që menoj që i tri do të me këshyrë kështoj. Jo me thonë se kjo, nëse Silvia është me kap, unë e një Silvin shumë moti, do shta jenë si në hapa për pa, po Silvin e një shumë, është ashtu gjithmonë me kam tokë, po, edhe kështu që isho do shumë shpejt, dalim shumë shpejt, po halal ju kofë, nëse ka në atë gudzimin, gjithmonë kam qenë, unë për flasë gjithmonë për vetën time, kam qenë gjithmonë në hapat sigurt me punu, edhe me qenë besnik ndaj punës tem në rëndë parë edhe ndaj klientëve cilët mu ma kanë besu punën, edhe unë jam këtu ku jam falë tyne. E vërtet. Majlinda, ne shumë raste dëgjojmë që ka qiftet të cilët për të bërë një dasëm madhështore, një dasëm që do të njësante të temi kushtimisht me dasmat që kanë pa, që janë trendi që e përmendi shema, shkojnë marrin edhe kredi. Sa është, si me thonë, evidente, sa është pranishme një gjë e tillë, sa shpesh e shihni ju këta derisa bëni organizimin e eventeve. Jo kushtimisht për të organizuar, për pas dekorin e gjithë çfarë ju ofroni, por për të organizuar në tërësi dasmën. Ne njohim shumë çifte të reja, familje të tëra të cilat marrin kredi me shuma kohë të mëdha për me mujtë me realizu dasmën që ata dëshirojnë për fëmijët e tyre ose për vetë çiftin në fjalë. Si që cika edhe më herët, dasmat e tona kanë tradit, po unë e arsyetoj plotësisht gjithdo sen që ata mundohen me investu për një dasëm, sepse dasma është kujtimi më i mirë jetës. Shpesh herë kom dëgju kur është përmend nuk po bëj dasëm, po shkoj me një udhëtim ose diçka. Dasma është ajo e cila nuk mundet më u kthy asnjëherë. Edhe çdo investim i cili bëhet në dasëm është plotësisht i arsyeshëm. Edhe kredi me marr. Po ndoshta edhe kredi, sepse një qeft i cili synon me marrë kredi për një dasëm, ata synojnë me pas një jetë gjatë bashkë. Edhe mbulojnë plotësisht atë kredi. Edhe pushimet ma ndej mujnë me realizu gradualisht. Silvia, si e sheti këtë nga këndi juaj, edhe si në tash, në kuptimin që me marrë kredi për me marrë të djallin ose qikë? Po nëse ata e shojnë të arsyeshme dhe ajo jep knatësi edhe i përmbush knatësit e tyne, pse jo është një datë e veçantë, një ditë e veçantë që do t'ju ngellet të jetën, edhe unë e arsyetoj plotësisht, unë për vetës kam po dasëm. Gjithaj me raka po? Po, edhe ndoshta e kam marak, prandaj i arsyetoj gjitha qiftet që ata sigur ti mendojnë edhe i shojnë mirë gjonat e veta për deri sa marrin një kredi, e shojnë të arsyeshme atë gjë dhe unë e arsyetoj plotësisht. Që? Po, unë kur jë martu ka qenë, do me thonë, 93-ën, ka qenë një krizë shumë e madhe ekonomike në Kosovë, do me thonë vitet e 90-ta, edhe mbaj men, kur kam dalën e kam vendosë më martu, unë edhe shokë jem, kemi diskutu sa pare i kemi, dhe kemi vendosë na me
Mëna aty në mundësive me organizu dasme në tesh. Do edhe në atë kohë keni bo dasëm. Edhe në atë kohë kemi bo dasëm, se ka qenë kriza ma e madhe, ndoshta mendoj se të gjithë donën nga puna. Unë mbaj mend familjen cilën u martova unë, ata të gjithë kanë qenë punësun punën e shtetit. Edhe kështu që edhe vetë kam qenë e pa punë, se kam qenë shumë e re, po edhe atëherë është bo darsma. Po mendoj që çdo qeft i cili vendos me bani dasëm, para prakisht e vendosin sa kanë buxhetin, ku dojnë me shku, se unë kam klient, për shembull vjen, thot, nusës ta mujnë me pëlqy edhe këto vellat që ki ma të shtrejta, po buxheti ju është kaq për vello. Edhe unë mujnë me ofru qka mujnë me ba me... Me çmimin që ata t'japin. Me thonë drejten, trit, sidomos tash, po më pëlqenë se kanë fillu me kanë vetë vetja. Pa mërësisht që prind nështë ta insistojnë me ka darës me shumë ashtu, ata kanë i ndojnë gjanë. Ato po flasë, unë e kam djallin e fejun, edhe unë e nështë ta sinon, kësha pas qef me bo një darës me wallë të madhë, edhe se kam vetëm një djallë, por që djallë jam ka dha prioritet vetës dhe gjana tjera. Edhe kështu që barët, do me thonë, nuk është dasma është, si që të cekën edhe këto kolegët e mija këtu, është shumë event i mirë, unë menoj që është një kujtim shumë i bukur. Asë një s'kësha dash mja privu nëse i ka mundësit. Po kjo më varet krejt sa janë mundësit edhe shka ta kanë primare një jetë si qifte. Pse njerës dojnë me ba, dojnë me investu, edhe kjo është një luks. Do me thonë, luksi gjithmonë ka kushtu. Shtu që mendoj që ka zgjidhje shumë Kosovë, si për grimera, si për dizajnera, si për sala dasma, si për evente ndryshme. Njerës sa kanë buxhetin mujnë edhe mu drejtu të njerës cilët e bajnë. Shumë vërtet. Pse mujnë me kanë këto qmime, do me thonë njerës, na si unë si Priuse edhe Silvia, do me thonë edhe Zoja më palë se Majlinda, gjithë i kemi ato ofertat e tona edhe njerës mujnë me bazë gjithën të cilat... E kuptaj. Nuk është diçka për mu gjiku, unë e kësha mendu, e kuptoj pëse është gjendja ekonomike shumë e vështirë, nuk është e letë, po edhe kjo rritja ekonomike e vazhdueshme, do me thonë, si të fillojmë, unë po flasë për energjinë elektrike, se unë e pa energji elektrike së në punaj. Jo, në fakt asë një asë mundemi. Po për startin, se unë e menoj që ajë para se me vendos darsme, ne vendos njerë vellon. Qa ka me bo, ke ka me bo. Tana këto janë gjona tjera që e kompletojnë. Edhe në momentin që energjia elektrike çdo ditë rritën vendin tonë, rritën produktet ushqimore, na kem staf me të cilët punojmë. Është gjënahun e një punëtorës mi tha punon me një pagë minimale shumë tërë, që shkam punu une kur kam fillu në vitin 2000. Edhe une kam punu, s'kam pas qëllim pagën, se jo që s'mu kanë duft parët, po kam pas një qëllim tjetër me... Po ka njerës që ka që vajzë në drejtimin si timin edhe i kalon nështë 5 antar keq për vajza vetë me pas një profesion, me pas një pagë, edhe është shumë gjëna që neve automatikisht në ndikon edhe ato qmime që i kemi në produktet të tona, hinë edhe të punëtori, hinë edhe të rrymajnë, edhe të gjanët bazike, materialet to. Do me thonë, nuk është qmimi i vetëm të e kiqit qmime dhe të kri që ato pare e kuptojt, ajo duhet më Na si biznese e kuptojmë njani tjetërin, po ka njerës që kur tullësh e sfjegan, është kjo edhe arsytan edhe kohën, për shambull, një vello që është hot këtyrë, unë e kam i hup 3 punëtore. Kam e të fitë më vonë për këtë pjesë, sepse du me undalë pak tek Silvia. Pam që ndryshon shumë qmimi nëse një vajzë shkon me u grimu për dirisa po shkon në një event, për dirisa po bën fejes dhe për dirisa po bën martjes. Pse kemi kash ndryshim të madhë të qmimeve, Silvie, për të themi këto 3 ngjarje të cilat lidhen me një pamje të bukur? Si është e përcaktuar? Po, më mendoj që eventi, i gjithë eventi është i nusës. Mosafert nuk janë të rëndësishëm as sa nusja. Për deri sa nuk janë të rëndësishëm as sa nusja, atëherë nusës duhet t'i përkushtohesh ma shumë dhe duhesh, nusja ka kërkesa ma të mëdhaja. Normal, për deri sa ka investu në dekore, në restorane, në vellë, në gjana, edhe grimi duhet jetë ndryshe prej klientëve të rastishme ose të tjera që janë në dasa. Si dallohet në fakt? Qëfar bën më shumë? Qëfar bëni më shumë tek pamja e një nuse, për shembull? Po për shembull koha që të merr kohë më shumë për arsye se duhet me aja pasajat vetë besimin që ti po i përkushtohesh tamam për ditën e saj të rëndësishme. Pasaj produktet duhet jenë normal, gjitha produktet që i aplikon duhet jenë të mira, duhet jenë firma që shumica sot po i njohim edhe pidim cilat janë sidomos të make-upit.
pastaj qëndrueshmëria e atij make-upi, grimi që duhet jetë shumë ma glamor, t'jetë ma i theksuar se sa e një dasmorës. Kështu që çdo gjë e dallon nusën nga dasmorët e tij. Sepse kemi dëgjuar shpesh herë komente të natyrës, po njëjtë ko me më grimu, si për feje, si për martesë, që ajo ftyrë është. Janë komente të kësaj natyre shumë? Unë mendoj që këto komente i bojnë ata njerëz që nuk ju ka ra me provu që gjë, se dikush që e prevon, po flasë për të konë, e di që nuk e bën një krasim t'ilë, se e shef se si është për si që ndrën e vërtita. Selvi, është edhe një tjetër gjë që e kemi vrejt shumë kove të fundit, po besoj e keni pas mundësi me vrejt edhe ju, që kërkohet një make-up që do del bukur në kamerë, që do del bukur në fotografi, por që në fakt, kur e shojmë nusën afër si që jemi ne tani, nuk është që është shumë i përshtatshëm, sepse ndryshon make-upi ti bile e di këtë punë më së miri, për televizion, make-upi për fotografi, edhe make-upi për një nejnë të zakonshme, të themit zakonshme, kushtimisht, apo dhe si dasma. A ndikon kjo tendencë në një pamje jo shumë të këndshme të nusës në dasëm, po shumë bukur në rrjetet sociale? Kam hasë shumë herë në këto lloj make-upësh, se shumica, jo të gjitha grimerëve ju ka ra me provu grimin edhe në televizione, dhe si që ceki shema ne njemi moti, fillimisht jemi njoftu këtu në nistenesh, se kemi punu me televizionet ndryshme dhe njohim grimin e kamerës, e njohim grimin e fotografisë, e njohim grimin e dasmës, po kemi hasë në këto make-upe që ndoshta e bën, se normal grimi kamerës donë ma shumë grim, donë ma shumë më theksu, edhe kur të shef live nuk duket ashtu, ne kemi këto hasim në gjdo dasëm, po janë, te une nuk ndodhë. Kujdesën. Klientelën tem nuk e kam nga këto se e din se qëfar make-up i boj, edhe fillimisht e pës ku shkon për çka e ka, edhe apo ndikon kjo në një pamje jo shumë të këndshme? Po, mendoj që një pjesë po. Okej. Majlinda, përmendi një detaj shumë të rëndësishëm shema gjatë kësaj bisede që tha që ka ndryshu dëshirat dhe kërkesat e qifteve. Jo të gjithë jemi për dasma glamuroze, për dasma mbretërore. Unë për shembull viteve të fundit kam pas mundësi të shoh këto dasmat e vogla, me një sallë jo shumë të madhe, me diku hajde themi 20 ajde 100 njerëz, se ne kemi shumë familjare dhe dojmë i pas pa tjetër rrethin e ngushtë. A janë shumë aktuale, kanë filluar të bëhen aktuale në vendin tonë dasmat kësaj natyre që jo pa tjetër duhet jetë një sallë e madhe me 5-600 njerëz, po një ambient i këndshëm që në një farë mënyre, edhe nëpërmjet dekorit, prezanton këtë dashurinë e çiftit dhe këtë lidhjen familjare që njerëzit kanë mes vete. Faktikisht dasma cilat unë i organizoj. Për momentin një dasma që shkojnë 200-300 persona, deri në 700 persona. Nuk më ka hasë hala me ba një dasëm të vogël deri 20 persona. Sidomos rinia kanë shumë shoqëri që dojnë me pas gjithë prezent. Tu nis prej personave cilët jetojnë jashtë. Sjellin edhe persona cilët nuk janë të Kosovës, nuk janë hiç kosovar, po nacionalitete tjera, edhe shumë kënaqësi me i pa, po përveç shoqërisë tyre, rrjetet tyre që i sjellin, ata i respektojnë edhe dëshirat e prindërve, me pas prezencë, siç tha më herët edhe Shema, me pas familjar, shoqërinë e tyre, edhe del një dasëm shumë madhështore. Apo ndikojnë këto, të themi, këto dasmat që bëjnë familjarët ta nga diaspora, edhe në dëshirat e ne që jetojnë në Kosovë, sepse e tha dikush sot derisa po bisedonin për temën që ne po bëjmë dasma me parate Zvicrës, me statusin financiar që kanë njerëz që jetojnë po themi në Zvicër kushtimisht, sepse duke parë të tjerët, po dëshirojmë që edhe ne të bëjmë dasma të kësaj natyre. Nuk e di sa mund me ndiku, po kemi edhe persona cilët jetojnë jashtë, që vinë edhe realizojnë dasmën e tyre këto, po edhe persona cilët jetojnë në Kosovë, e shijojnë edhe e organizojnë një dasmë në formën më madhështore. Cila u kanë kërkesa më interesante, më e veçantë që ke bërë në këto vjetë, që ke pas për dasmën që e keni organizuar? Nëse gaboj, ju punoni bashkë me bashkëshortin edhe i bëni gjitha punë bashkë. Sepse ne qiftet, po them në tërsi njerëzit, kur dojnë me bë dasëm, kanë kërkesa nga më ndryshme, shojnë gjithçka, mundojnë që gjithçka ta bëjnë edhe më të bukur në dasmën e tyre.
Po, nuk e di me këthejk, ndoshta diçka ma interesante, po e rëndësishme është që gjithçka që ata e shohin dojnë me realizu. Ka që marrin idit ndryshme dhe prej shtiteve të ndryshme dhe dojnë me ardhë, me bo, po nuk i... Shpesher na kufizojnë mundësit e tona këto. Kompanit të ndryshme të cilat munden me i ofru ato, ose dhe investimi i madh shutcek ma herët, sa mundet me kushtu, i kufizojnë klientat për me A ka që vinë me një super projekt, të temi projekt, pamje, që shme u doke vendi, po që në aspektin financiar nuk Dosmat në zakonisht që i organizojnë në vendin koni i organizojnë në salën tonë, nuk ka që vinë me një projekt tjetër, se janë shumë të kënaqur me atë vend ku ata e realizojnë dosmën e tëne. E vetëm atë gjithë që ata kërkojnë është me ullë, me mu, me diskutu, me ndatë që të më herët buxhetin, edhe me pas sa është e arsyeshme me investu në çdo detaj që aty ju duket interesant brenda dosmës. Kështu për më arë me ba diçka ekstra jo. Kam klientat që prej momentit që është hapa jo salë, e kanë andër me ba dosmën aty. Kështu që nuk më ka ra me thoma inë po dojna këtë ndrysheme pas në salë, se janë shumë të kënaqur. Po ka kërkesa që kom pa kove të fundit një farë tendencë për me i ba dosmat në ambientet e shtëpisë. Edhe më duke diçka shumë e bukur. Ka pas kërkesa të sajnë atyre? Salat cilat, salën se për përmendi shpesh, në salën cilën unë e ofroj... A mu dojmë edhe për të salës, jo pa tjetër të jemi... Zakonisht unë e dosmat i organizojnë në salën cilën punoj. Në dosma në shtëpi nuk më ka ra me organizu, po... Po besoj që ke parë? Po, pa tjetër që po, kam pa, po dosma në ambient të hapur janë dosmat ma të veçanta të cilat realizohen. Edhe kjo është ajo ndjesia që ju jepë njerëzve me mendu që janë faktikisht në barë që janë të realizu dosma në tëne. Okej, e bukur. Tani shem, të regon për punës tënde personale, prej orëve pa fund që i kalan për me kriju një vepër artistike, sepse unë për vete quaj vepër artistike punën e secilës prej ush, sepse ka shumë art, ka shumë pasion, ka shumë dashurin të... Si e vlerëson çmimin që një vello me kushtu deri 10.000 euro? A ka material të tillë që vjen në Kosovë që me i dhonë çmimin 10.000 euro një velloje? Unë për vete nuk kam punu vello 10.000 euro. Po e them në kuptimin që është qaq i shtrejt materiali që blehet për me u bo një vellë, edhe me kushtu qaq shumre? Me tregu që na furnizohemi me material që edhe 1 metër muj me pagu 400 euro. Edhe 500 euro 1 metër material, 1 metër. Shka bon me atë metër është shumë e pak. Mënyra pse ka ardhë në është a i shmim 10.000 euro, për unë s'kam përkep 10.000 euro. Por që ka në tre? Ka. Mënyra që shë ka punu, sa ka investu kohë, sa ka investu punëtor aty, sa ka investu materiale shtesë. Nuk do me thonë veç materiali i bazë ka kushtu 300-400 euro metri edhe do të me kanën sa është veç më logaritë veç materiali. Ta është trendi i fundit është të merë materialin bazë, po për me kriju diçka të bukur të kime shtu ekstra. Pakës pa ardhë këtu, ishtë një fustan që ndoshta para 10 vite të kësha punu vetëm pjesën e naltë me atë material, ka qenë fustanin ma i pëlqynë. Sa dhe punoj të gjithin me atë material, plus logarisë që asa ka me shtu shtesë gurze e kristale aty, për më dokë taman fustan. Pra, arsyton një qmim ka shtarë? Arsytot, nëse punohet hot couture, dhe me tha në prerje lartë, punë me dorë, nëse punohet, më varet çka kërkoj njerës, se ti ki vello hot couture, që është punohet, unë e kam punu para 20 vjetë, e kam qinis komplet vellon me dorë, kam vizatu me lapsin e dorës thjesht, edhe kam qinis me killa kam qitë kristale ato. Atëherë nuk është shqitë 10.000 euro, po për atë kohë, jo prej ateljes teme, po kur kam punu për dikan tjetër, nështë ta ka çmimi bukurin altë. E qartë. Po ajo është, mu më ka kushtu kohë, nështë ta 2 muje gjysë kam punu me dorë në atë vella. Edhe 2 muje gjysë, unë e logaritë gjithëherë me këtë ndërtimin e lartë që i bëhet, i mati katët për 2 muje gjysë, sa shkoj nalë. Edhe tash për e bandi se... E ndërtojmë varesa. Unë jam një kryuse, por gjithmonë jam edhe një ekonomiste që i bëja të parë edhe kështu që mendoj që e arsyto çmimin, kur është punë dogre, kur është hot couture, kur është vetëm material, shkon e blenë edhe qëtë një çmim aty, unë menoj që është edhe pak si në zhanrin popullor është edhe gjuna. Se ato nëse e merë materialin që është në shqitore edhe punon tim, unë të me punu edhe një roba qepse e thjeshtat. Po nëse ti ke kriju shablon, do me thonë shablon, nëse patron individual, ke kriju masa për atë person, direkt, ke hup kohë,
ke investu me dorë, ke bo prova. E arsytojmë. Okej, jemi në minutat e fundit, ku sa shpejt shkun sot? Nga një mesazh shumë shkurt, Majlinda po e filloj me ty, për krejt qiftet e reja që mendoj me bani dasëm. Jo pa tjetër duhet jetë një dasëm e madhe, të themi tipit mbretërore, por çfarë të jetë, është rëndësishme që t'i kushtojmë vëmendje këtyre detajeve të bukura të mënyrës se si ju i organizoni dasmat, pra të dekorit dhe gjithçka tjetër që e thedhe më parë, dasma ndodh një herë, uroj që të ndodh një herë për të gjithë, varet nëse është, tani po im një temë tjetër, mos gjatë. Një mesazh. Isha ndërlidhë me atë që dasma është e shenjtë edhe bëhet vetëm një herë. Ja vlen t'jem vetvetja dhe ta shijoj maksimum dasmën. Selvie, sa i përket make-upit të taja, edhe me u fokusu pak të kjo që po doj me u duk bukur nga mirë, po ma mirë është kur t'na shef Vjera, me tho, që farë Kemi, që të të probleme. Po bëjsh shaka. Unë mendoj që ja vjen me investu në një dasëm se duhet të ndërlidhem edhe me pyetjet e mëhershme. Gjithmonë kanë investu në dasma, nuk kanë hi kredit se nuk kanë pas kushte, por kanë shit prona dhe e kanë bërë një dasëm madhështore, një dasëm që ka pas ndoshta më shumë mësafer se sa sot. Unë mendoj, ashtu. Po, është ma i 30 dasma e mos flas ato qezët e ato gjanat që kanë qenë investimi madh. Shtë që te lojmë këto se kalojmë, por une gjdo nusje i thomë që nuk është ndoshta një gjo e madhe me investu për një ditë vetën që më do bukur, ja vjen, si ngrim, si mbello, si në dekor, si gjdo gjo se është një ditë e jetë sajna dhe po menoj që është andër e gjdo vajze më do bukur. Shema shumë shkur të lutet, se ka një minutat. Shka me thonë, kush e ka qëllimin u martun këtë verë, ju uroj gjithë mirat, inshallah martesa është fillim edhe e një jetet lumëtur, edhe t'jenë vazhdim pleqëri, t'jenë t'lumëtur, gjana tjera kalohen, po dhe këto gjana që i bajmë në Selvia edhe do më thonë Majlinda e plotësojnë atë, mendoj që është një kujtim i bukur për ton jetën. Faleminderit shumë.